Mbrëmja e 1 qershorit ishte data finale e edicionit të 63 të Festivalit Ndërkombëtar të Këngës për Fëmijë, i mbajtur këtë vit në Shkodër, i cili është përmbyllur me triumfin e Kroni Pula me këngën Fruta Perime. Artistja e re rëndeu çmimin e madh për kategorinë Junior dhe pritet të përfaqësojë Shqipërinë në Junior Eurovision Song Contest 2025 që do të mbahet në dhjetor në Gjeorgji. Robert Radoja dhe Inva Mula, dy figura të njohura të muzikës shqiptare, që ishin pjesë e jurist, vlerësuan nivelin e lartë artistik dhe përkushtimin e të gjithë pjesëmarrësve. Në 2 netët e para garuan 29 pjesëmarrës të kategorive, të vegjëlit dhe junior. Mes të vegjëlve, çmimi i parë shkoi për Maria Kalan dhe këngën Ja çfarë bëri bubi im. Çmimi i dytë për Drini Drishtin me këngën Dua dhe çmimi i tretë për Aida Ballën me Doli Leku Akullore. Nga më të rriturit, fituesja e çmimit të dytë ishte Eja Zoga me këngën Mirësi, ndërsa çmimi i tretë shkoi për Prishila Pukën si një fishek zjarr. Festivali përmbylli 3 net plot emocion dhe art, duke sjellë zëra të rinj, kujtime dhe përvoja që do të udhëheqin fëmijët drejt ëndrave të mëdha muzikore.